E shko hyrë ti thot në xhennet. Allahumma amin. Zoti ma mundsoft me hyrë në xhennet. Po unë kam dëshirë që edhe ti, edhe të tjerët, xhenneti është i gjerë. Në xhennet ka vend për të gjithë. Prandaj lumë për atë i cili përpiqet për xhennetin. Lumë për atë i cili adhuron Allahun e lartësuar një të vetëm. Lumë për atë që i thret mendjes, reflekton se xheneti është i përjetshëm. Dhe mirë për atë që nuk reflekton. Mirë për atë që tallet, se xhehenemi është i tmerrshëm. Prandaj unë të ftoj edhe ty me reflektu, të ftoj me besu, të ftoj me adhuru Allahun, një të vetëm, mos me i bë shok atij në adhurim, me besu me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me jetu si musliman, me bë vepra të mira, me u bë mirë të tjerëve. Këtë formë, njeriu jeton i lumtur në këtë botë dhe fiton lumturinë e përjetshme në botën tjetër.